Ditën e sotme në një aksident fatal, familja Kelmendi humbi fëmijën e tyre të tretë, djalin e tyre të tretë, i cili tashmë është rikthyer në një engjëll. Si një pasojë e tillë, këngëtari Gjesi mori shumë ngushëllime, i cili është vëllau i vet viktimës. Mori ngushëllime nga fytyrat të shumta publike në rrjetet sociale, duke përfshirë Gjeneta Fetohun, duke përfshirë Ledion Liçon, Sara Hoxhën, Olca Muhametin e shumë të tjerë. Por komenti që mori më së shumti komente pas dhe mesazhe ishte ai i Zana Avdiut, e cila kjo e fundit cilësoi se është një papërgjegjësi e vet vëllaut të Gjesit. Ajo tha, Kosova po përballet me një gjendje alarmante nga aksidentet në trafik, ku çdo ditë njerëzit po humbin jetë. Mediat raportojnë se vëllau i Gjesit ka humbur jetën tragjikisht në një aksident. Sa e rëndë është me lexu për vdekjen e një të riu, kur shkaku është papërgjegjësia dhe shpejtësia vdekjeprurëse në rrugë. Këto tragjedi janë thirrje për të gjithë, të kujdesemi, të vuzisim me përgjegjësi dhe të ruajmë njëri tjetrin. Po ashtu ajo shtoi në fund, prehu në paqe, fëmijë i mirë, ngushëllime familjes.